Partia Demokratike zyrtarizoi në Kuvend kërkesën për nisjen e procedurës për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj me pretendimin se ka shkelur 7 herë kushtetutën me vendime dhe veprime, por mazhoranca socialiste menjëherë bëri të qartë se nisma për kreun e shtetit do të rrëzohet. Për fillimin e procedurës parlamentare për shkarkimin nga detyra të presidentit Republikës Bajram Begaj për shkelje të rëndë në mënyrë të vazhdueshme të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Kazben Bardhi, në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, tha se kërkesa është argumentuar në një material prej 80 faqesh, të mbështetura mbi 21 prova shkresore prej 224 faqesh. Ka dekretuar zgjedhje të pjesshme vendore në Bashkinë e Tiranës me ndërhyrjen brutale, antikushtetuese në çështjen e mandateve të gjyqtarëve kushtetues. Ka dekretuar në mënyrë antikushtetuese ligjin për ndryshimet në ligjin bazë për komisionet hetimore. Dekretimi antikushtetues i ministrit virtual Djella për fshirjen e trupit diplomatik që emërohet dhe shkarkohet prej tij në fushatën elektorale të vitit ka ndërhyrë në mënyrë antikushtetuese përmes kabinetit të tij në procesin zgjedhor, përfitimet personale dhe të birit në shkelje flagrante të kushtetutës. Krahas pretendimeve për shkelje kushtetuese, Bardhi tha se është e faktuar se presidenti rezulton që merr të ardhurat në një rrjet klinikash mjekësore private dhe jep mësim në Akademinë e Forcave të Armatosura. Ku ka mundësi për lek, do gjeni zotin Begaj apo familjen e tij. Me këto argumente, demokratët kërkojnë nisjen e procedurës për të larguar Bajram Begajn nga detyra e presidentit të Republikës. Do kërkojmë mbrojtje politike nga Edi Rama, por opozita bën detyrën e vet. Taulan Balla, në cilësinë e kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, paralajmëroi rrëzimin e kërkesës së demokratëve për shkarkimin e presidentit Begaj menjëherë pas zyrtarizimit. Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet. Madje nuk do ngrihet. Duke bërë të qartë qëndrimin se presidenti nuk shkarkohet me dëshira politike, Balla nuk i kurseu as ironit për rivalët politik. A ka ngelur në një institucion që nuk ka kërkesë për shkarkim, kryetari i Kuvendit, presidenti. Më thanë që kanë bërë kërkesë gati për shkarkimin e zotit Plupi Linçi. Presidenti i Republikës mund të shkarkohet vetëm nëse shkel rënd kushtetutën ose kryen një krim të rënd me 2/3 e votave të Kuvendit dhe vetëm pasi gjykata kushtetuese konfirmon shkeljen.